Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena Yje, I cili është prodhimi I Telegrafit dhe çdo të shtunë vjen edhe në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Pa filluar bashkëbisedimin me musafirin e radhës, mos harrojmë të falenderojmë sponsorët tanë që janë Lashko, Patos, Dentfix dhe Pro Transport, ndërsa me neve në këtë episod është ish futbollisti I njohur, tashmë një dekade më shumë trajner, Ismet Munishi. Mirë se vjen në Arena Yje. Mirë se ju gjeta, kom harru kur kom qenë futbollist. mirë që ma kujtani. Jo, më kujtu edhe tjere, se realisht që kun një për emra më të mëdha, sidomos në ato vitet e 90-ta kur futbollistat tonë shumë pak kanë mujt me dalë dhe me lujtë dhe me bu karrierë jashtë. Na pak kujtojmë se jem pak më atëri, po çka dëgjojmë edhe çka shohim pe pak ta informacione që janë, shihen edhe në video loja jote edhe çu shkelu, tani edhe pjesa mas luftës kur na veç edhe të kena pa të luë edhe po ti e kon fundin e karrierës për ke posa ti jesh në fush. Apo na tregon çysh ja ke nis mu lu futboll edhe kur u kon ai vendimi që mu merr me këtë sport mas seriozisht dhe profesionalisht. Unë kom fillu normalisht në lagje, përpara është lujt futbolli shumë I rrugëve në Prishtinë dhe në Kosovë, përgjithësi edhe në botë. Ka qenë jeta sociale atil që kena lujt para mahallës. Unë kom jetu në Lakrishte, jo më rrit, e kom pas një fëmini fantastike. Sepse kanë qenë 5 banesa, edhe gjithë ka qenë dikush duke lujt. Do me thonë 5 banesa kanë qenë me ka 20-50 familje, edhe faktikisht 200 familje në një vend shumë të vogël, edhe gjithë dikush ka qenë një fëmi duke lujt, gjithë dikush... Kur si e med vet, do me thonë. Edhe e kemi qu shumë mirë me zveti. Aty kom fillu apat e par, vllam ka regjistru në Prishtinë moshën 10 vjeçare, Iliri, edhe ai ka qenë futbollist, por që nuk e ka vazhdu karrierën, deri te juniorët ka qenë sulmues shumë I mirë, Ilir Munishi. Unë kom fillu në Prishtinë, në moshën 10 vjeçare, edhe ka vazhdu rrugtimi im aty pastaj në Flamurtar. Po, Flamurtar. Prej Flamurtarit në Maribor të Slovenisë, prej Mariborit në Shekerspor të Turqisë, pastaj në Maccabi në Izrael, prej Maccabit jo marrë në Mura, në Sloveni, në Olimpit Ljubljanës, pastaj në Bullgari kom lyt 6 muaj, pastaj prap në Turqi, Koxhelispor. Pastaj aty klubi pat bankrotu sepse ka qenë I termet që ajo është zonë industriale pjesa Izmitit edhe I ke shkatru shumë fabrikat ekonominë edhe klubi jonë detyru që me shpall bankrotin edhe pata lyt pak në Kosovë u pata kthy pak në Kosovë pastaj në Shqipni pastaj në Ukrainë prap në Shqipni edhe kthehem këtu e përfundoj karrierën te Trepça Te Trepça, po. Trener, ti morrëm pak kështu me radhë, mas e veç fillu. Flamurtar, kur mas Prishtinës, ke fitu edhe trofej. Edhe ki lidhje emocionale me këtë klub, po më duket. Qa do me thonë Flamurtari për ty? Edhe vetëmi trofej 2 kupa që ka Flamurtari kon ato vite, në vitet e 90-ta. Po, na I kemi 2 kupat Kosovës me Luan Prekazin. Një gjenerat fantastike, një kon Flamurtari, kon një klub shumë I bashkuar, ato shumë Hemi konë një gjenerat shumë e mirë që kemi jetu për futbolin, kemi jetu për klubin, e kemi dasht klubin shumë. Ka qenë kapiten e kemi pas Agim Hasanin. Është Ilir Shuleta, është Enver Prapashtica ka qenë sulmus. Nasser Prapashtica Bekim Ulliqi ka qenë portier, ma heret ka qenë Agron Agjiu. Ali Osmani, Selim Ejupi, është Mehmet Blacaku, Ibrahim Arifi, Adnan Krasniqi, Habib Krasniqi, përparim Buzaku, super talent. Arsim Plepolli, patar me driton Sylen, patenar si lojtar 3, pastaj ishin shumë premtus në atë kohë, Arsimi boni karrierë. Shumë ofër edhe titullit në kon ato vite. Kemi up një finale të play-offit e kemi up me Dugaxhinin e Klinës, kemi lujt shumë mirë, e morëm një gol edhe nuk arritëm me... Edhe pastaj ja kthejmë borxhin Dugaxhinit duke mujt finalet kupës. Aty e shënoi një gol në minutat e fundit të ndeshjes nga zhytja e lirë. Ma herët e kemi marrë kupën duke e mund Trepçën në finale në stadion të Flamurtarit. E kam një lidhje emocionale me Flamurtarin. Edhe me thonë drejtën, më vjen shumë keq sepse Flamurtari ka mujt me qenë skuadër më e suksesshme
por unë gjithmonë shpresoj që Flamurtari do të rikthehet në ato ditët e veta më të lavdishme. Shpresojmë edhe na se edhe jemi lagje afër. Na Arritë po Flamurtarit të kondishit. Në këtë kohë keni pas shëthet trajner Luan Prekazin edhe me Luanin e keni lidhje të veçantë. Apo na kallzon herë qysh të kallzon të lup basket para mahallës, edhe pse i ke thonë s'po visët se jam i lëndum. Ka qenë kështu. E pa ta marrë një goditje edhe tash dysheshin se mu pa qa ashti i kamës, dhe me thonë te kishte i madhë këto. Pa ta marrë një goditje me takë, edhe unë shkojsha në kamë në stërvitje, dhe me thonë. Shkojsha prej Lakrishtës të stadioni Flamurtari, dikun 5 kilometra, edhe atëre me telefona fikse, nuk kemi pas telefona kështu, edhe i lajmëre, edhe me të vërtet isha i lëndum. Po unë isha të nejt të banesat aty të mahalla dhe e kemi pas një kosh dhe tash lyshin shokët e mi me zdikon edhe ishin të hup. E mu merë dhe i nati u futa në luj me një kom, ashtu i lëndum. Luan Prekazi, Agim Hasani dhe Bashkim Hasani po vinë me mpa, se i lëndum po vinë me mpa, kishim bledo, janë gjithë do kështë. Kur më gjojnë ata po vinë me mpa që i lëndum, po më gjojnë të lujt basket. Bacaluan ma boni, ko ke shnosh atas, Bacaluan njëm shnosh, thash, po më vem ka pak, thash, po mirë jam, edhin, merdh shumë keq, po kështu ka qenë, do me thonë, e vërteta. Pas Flamurtarit e ke bu kalimin të Maribori, nëse jemi sakt. Po. So ka ndryshu jeta për ty edhe qështu ka duk, çfarë dimensioni, pasi ushtet janë konë Në Kosovë janë konë shumë shtira, di na që shullu vitet e në Në Kosovë ka qenë një depresion, sepse kemi qenë edhe në okupim, edhe plus gjithë prind e tonë që kanë punu në për puna, i patën për zonë nga punat, sepse erdhen i futën masat armiku okupatori atëherë. Edhe po thuj se 99.9 të popullatës në Kosovë ka qenë e pa punë. Neve na kanë imu diaspora, ta fërmit, kemi pas kushte shumë të vështira materiale. Vjen në Xhmedin Axhiu, menaxheri i njoftën, atëherë ka qenë Nezi, ka qenë edhe pak menaxhera shqiptar, nuk kemi pas, dhe me thonë Nezi ka qenë ma i njohuri në atë kohë, edhe ka punu jashtëzakonisht mirë, edhe vjen edhe na shef duke lujt në fshatin Lukar, atëherë u zhvillojshin ndeshjet, ka qenë një stadium aty, edhe më thirr një shok i klubit i Liri, Sopi, po. Thot, orë një menaxher, thot ka pon në Lukar të lujt, edhe unë menova që është shako. I lërë thash le po është besën, thash po qëfar menaxher. Jo, tha serioze, kështu po lyp ta kem, u taku me Nezin, atere, edhe Nezi ma financoj, do me thonë edhe me njerë mi dha disa mjete financiare, apo kuptan. Me kazu që serios ke punë. Po serios edhe po a i kushtet, pas ta i kisha ndo hargjime me nëzirë pasaportë një ashtë. Edhe shkonaj për Sloveni, edhe mu mas qënë ftesën për vizë Olimpia Ljubljanës. Unë kisha dëshirë se Olimpia ishte klub ma i njoftë me shku në Olimpi. Nezi njëftë të rëthonat ma bëjke Maribori është ma i organizum. Olimpia i kishte do probleme në organizime kështu. Unë insistoj isha në Olimpi, tha jo Maribori është ma i organizum, shkova në Maribor, kom të qenë në provë. I kom kalu provat aty, edhe aty dalëm pas taj kampion me Mariborin, fitojmë edhe kupën, lujmë gara evropiane, prej Lukarit, do me thonë, mas 2 mujve, 3 mujve lujnë Amsterdam Arena, ka qenë stadioni ma i miri në Evropë, edhe është normalisht se edhe këta lejtarët e tonë tash që po dalin. Edhe këta binë pa edhe këta përjetojnë një shok kulturor, apo kuptan. Sa du që ka kushte që ta shumë ndryshe, po kur dalin jashtë... Prap se prap. Është e vërtet. Ka qenë profesionalizëm i atashëm atere, na këto lyshi me këpuc shumë të lira, kur shkum atje kemi pas sponsor Nike në Maribor. Qfar kushte për stërvitje, qfar topa, qfar zhveshtore. Tjetër dyja, masanena banesat, banesat i kemi pas ultra, kemi pas trajtimin e ushqimit, është kujdesi, regenerimit e këto që na këto s'kishim dëgjuas. Ka qenë diçka shokuse për mu kur kom shku në fillim.
Pe Mariborit në Turqi, të Şekerspor. Edhe kujtoj ma të gollën që i ki kundër Beshiktaşit, super goll. Qysh ke kalu në Turqi, se atje është një varë, unë edhe sot javë për cilë emisione shumë shpesh se i kom ato ekipet e mija, unë jam me Fenerbahçe, edhe e këshyri kështu lojt Bajaget në sezonin shkën 10 lojnë është aty në i këshyri. Kështu derbi që janë, edhe e shumë që sot javë shumë emisionet janë shumë emocional, shumë e dojnë futbolin, më tranuhen në për studia, jep qa buni, më një faul merën 10 minuta, qysh ke kalu në atë kohë, se në qatë kohë që ka fillu në Turqi futbolin me eksplodu dhe pa të nërë shumë lojtarë pej i shteteve Jugoslave, pa të zgjenu futbolin, Bajagi në Turqi në atë kohë dhe pa të fillu mu boj fort. Po unë, me të thonë drejten, ka pas oferta me shku edhe në vende evropiane para Turqis, por Turqia pagujti mas miri, edhe vendosë me menaxher me Nezmedin Haxhiun me shku në Şekerspor. Nezi ka pas lidhet e veta, edhe vinë me pa një lejtar aty, një lejtar tjetër, sepse unë isha i ri edhe, pastaj ata këm gullin, unë luj mirë në atë ndeshje, ata këm gullin që vetëm e dojmë këtë lejtar më gjithsesi edhe pastaj Nezi filloi negociatat edhe u përfundu transferin në Şekerspor. Qysh ke kalu atje? Shumë mirë. Turqia është, sidomos për futboll, është pastaj edhe Shenova gol në debutim ka qenë goli kundër Beshiktaşit. Skuadrat që kam shku nuk ka qenë bashkë mirë, kemi luftu për mbijetesë. Kemi luftu për mbijetesë, por unë pata lyt shumë mirë. Në arom nga kategoria aty, unë deshta me lëviz, por nuk lëshoj klubi. Meta aty. Edhe, por kom kalu në mënyrë fantastike, kom shumë meqë në Turqi, e kom su gjuhën turqishtën që është një vlerë, kom lexuar romane turqisht e do me thonë. Edhe di Bajagi me lexuar dhe gjuhën e di krejt. Është sepse Turqia funksionon si botën veti, si perandori që ka qenë edhe shumë pak i flasin gjuhët e uja, edhe për me kuptu mentalitetin ma mirë edhe për me ambientu ma kollaj, detyrimisht do të me folë gjuhën. Kur shkohen në Şekerspor nuk e ke harru flamërtarin, edhe shpesh e kujtojnë edhe sa shkojnë ato, thëmë qysh i smet munish, ja u ka përru me fanella, me topa, pe atjet edhe ata e kallzojnë me knatësi qysh ambienti që ki jetu ato edhe në klub që shëfe edhe ma heret, e ndjen klubin, ka bo që edhe masi e largu me minimu klubit. Na jemi konë shumë të lidhën, edhe vinë Agim Hasani edhe në verë për Apashtica, unë gëzohem shumë, ndëgjomi në telefon, fillimisht po edhe thojnë qështu kemi nevoj, po thash hajdeni, edhe vinë një pres, edhe thash unë nuk muj me dalmi, thash kom angazhime, thash unë nuk muj me dalmi ble, thash po, mjetët thash unë pjav jap, edhe ju pastaj i shifni aty, qfar ju vynë edhe ashtu, edhe me të thonë drejtën pak disa mjetët, ju pa ta dërgu edhe shokve edhe trenerve gjithve, sepse ka thonë 2 euro mi pas 50 centi nalë për vetin, jo gjysë t'i jep. E ka zënë kjo pak edhe këtë. Edhe është e vërtet që ka qenë kështu me knatësin më të madhe, do me thonë, më vik edhe një satisfakcion që më riva për minimu klubit tem që i ka marrë hapat aty. Vej Turkis trener në Izrael nëse nuk a bëj. A kemi nuna herë që kemi luna i ven aziatik, që konë të Makabi. Shumë interesant kur të menojsh në atë kohë. Nuk e menu, po na e kemi pas, unë kom pas një bashkëlejtar Viktor Paçet që ka lujt në Maribor, kemi lujt bashkë, kemi dalë kampion, pastaj u transferu ta i duku i Splitit, është shqiptar nga Vlora, këtë qenë sulmus fantastik, tash jeton në Amerikë, edhe ajo transferu prej Hajdukut në Izrael. Edhe kërkojnë aty një lojtar të profilit, atë e kom një mikun tim, edhe vinë ata më pa në Turqi, edhe normalisht pastaj, sepse deri në fund të karierës edhe masanena kemi punu edhe bashkë me Nezmedin Haxhiun, e kontaktojnë menaxherin, edhe vendosi me shku atje. Izraeli është një vend shumë i veçantë, është shteti i ri, do me thonë që është formua ashtu, ligën e ka shumë të organizume,
ligën e ka jashtëzakonisht organizuar, plus kur kom qenë unë, ka qenë nuk ka pas telashe sepse ka qenë një marrëveshje, ka qenë një armë pushim. Nuk ka pas fare, domethënë kom kalu jashtëzakonisht mirë në Izrael. Vetëm fillim kur kom shku sa është tepër nxehtë. Sidomos javën e parë kemi pas shumë probleme dhe u frigojshin klubi mos po iki. E pajsha te hoteli zgjidhëm rujke njoni, aty ka pa shkoj dhe i mos po ik në aeroplan po ec. So tepër nxehtë domethënë. O 40 gradë në hije, po ti e ki për shtypjen që është 100. Unë është edhe javën e parë, derisa të mësohet organizmi dhe trupi, non-stop djersitesh. Është shumë interesant, edhe kemi pas problem pak se mas lojve hopshim shumë pesh. Edhe regenerimi ka qenë ma i veçantë se vende tjera. Mes në klubin në Sloveni e përmen edhe Olimpin që ke pas qef me shku e ke arritani me shku. Ma vonë ke lujtë për Olimpin, po edhe për Murën. Mura tash një klub shumë organizuar po më në Evropë dhe kampion para 3 vitesh. Kjo periudha në Sloveni atë ka plotsu totalisht me këtë vend edhe me kulturën, me futbollin e këtij vendit. Çështë edhe më herët ke shumë mish të këtij vendit. Në Olimpi shkova se shkoj treneri jam që e kisha te Maribori që është domethënë Luan Prekazi dhe Bojan Prashnikar kanë pas impakt shumë të madh në karrierën time. Edhe ai më thirr, unë me thonë drejtën zemër e kom pas Mariborin. Maribori dhe Olimpia janë rival shumë të mëdhaj me zveti, por tash ti dashnia për këtë trenerin i te i kalojke, ato se mvike shumë keq atina mi thonë jo. Edhe në Olimpi e kom lujt, muj me thonë që e kom lujt sezonën e karierës. Me thonë jam konë, bile kemi pas lujt bashkë Arsim Plepolli 6 mujorshin e dytë, me të vërtet kom pas lujt e zonën venin e dytë, sepse ndeshin e fundit me Mariborin, neve na o dashke fitoria, Mariborit vetëm një pikë ndesha u kry baras. Edhe ajo ka qenë loja e karierës, por nuk arritëm e fitu, Maribori ishte i fort, edhe në atë kohë se ne kishim po e kish kriju për në atë kohë, po. Kish kap hapin edhe nuk arritëm edhe aty e kom pas një zhgënjim që nuk mujtë me dal kampion, pastaj në Bullgari, edhe pastaj prap në Turqi në Koxhelispor, aty ku bankrotoi klubi edhe pastaj u banën edhe vjet, domethënë. U banën edhe vitet, më ka penalizu pak që nuk kom lyt për kombëtarën, nështë ta kësha mujt me... Dhe shumë sot që shumë e rëndësishme lojtarët e kombëtarës gjojnë klubi let. Absolutisht, sepse është më e kollajshme edhe për menaxhera, është më e kollajshme se aty mbledhen lojtarët më të mirët në shtetit edhe është më kollaj me i pa. Po nëse nuk ka bëj, tash në bazë informata, sa ke qenë u 15 je kon mesin e 3 futbollista të Kosovës. Që kanë arritë edhe në reprezentacion me lutë Jugosllavisë. Është shumë interesant, shumë pak. Me Afrim të Vorlani. Jo, jemi konë unë edhe Bekim Krajkova. Afrim të Vorlani është më i vjetër. Po 21, edhe ai mos gaboj. Po, na jemi konë me Bekim Krajkovën, jemi konë U17. U17, po reprezentacioni kadetëve është quajtur atëherë. Jemi konë me Bekim Krajkovën, që po ashtu Bekim Krajkova është i biri humoristit të ndjerë Ibrahim Krajkovës Lecit, ka qenë futbollist fantastik, na jemi konë me një generatë, kemi lujtë edhe bashkën flamurtar. Neve na po në reprezentacion të Kosovës u mojë këtë turnirin në Foç të Bosnës, edhe aty na erdhë ftesa pastaj, na erdhë ftesa të dyve, edhe shkum reprezentacion të Jugosllavisë me edhe pastaj fillun luftat edhe u bë embargo, nuk mujtë me lujt për reprezentacion të Jugosllavisë, por në tubime ngërmbullim i mikon në Beograd. Në karrierën tonë edhe në Shqipni ke lujt. Po. Për Laçin edhe për Besën e Kavajës. Se kujton këtë kohë dhe futbollin shqiptar në atë kohë. U konë shumë analë se joni, realisht. U konë tepër më analë se joni edhe unë shkoj fillimisht në Laç, por aty nuk zgat shumë aventura sepse pas disa mos knac, do me thonë nuk ishte i knaqën me referimin, me jep dorëheqje presidenti edhe unë detyrohem me shku në Besë të Kavajës edhe muj me thonë që jam kum hap edhe dyrt këtyne futbollistave gjithë plejadës pastaj që kanë ardhur, pastaj Alban Dragusha, Shpëtim Baba, Erdin Ashani, Driton Krasniqi, Leci, Ilir Nalbani, gjithë do me thonë që kanë ardhur pastaj sepse
me të vërtet pa ta lyqë shumë mirë, edhe Kavoja është një farë qyteti që shqiptarët e Kosovës i ka darë gjithë edhe. Jo, përgjithësi edhe Shqipnia na ka pranu shumë mirë, por Kavoja është një qytet jashtëzakonisht me kulturë të lartë edhe muj me thonë që ma kollaj jam i ambientu në Kavoj se në klube tjera, se edhe në Korçë, edhe në Dorsa dhe gjithmonë, por edhe për para nuk ka qenë rruga, nuk kanë mujtë shumë me ardhë me pa lejtar për i Shqipnisë, do është me otu një zëtor, ka pu, ka rruga po, që kjo rruga unë ndërtu me vonesë edhe na ju tregojshim që ka lejtar të mirë, unë i thojisha që ka lejtar të mirë, dhe gjithë lejtarët që kanë shku në Shqipni, gjithë kanë lënë për shtypje të mira, edhe me përkushtimin ndaj klubit, profesionalizmin, grintën që kanë pas, edhe është bo shumë mirë, sepse edhe shumica e futbolistëve pastaj e kanë pas Shqipni si trampolin për me bo transferime tutje. Trener edhe Niku edhe në Ukrainë, të Vorosla. Po. Me këta djemë të ria tërë, curë dollë. Normas të e. Ja, curë u konë për më duket. Debatiku ka qenë në fazën përgatitore, unë shkoj pak me vonesë. Me vonesë, po. Debatiku ka qenë i ri, edhe pastaj dallë ku vjen mas 6 mujve, Ahmet Jonuzi. Curë dhe thaj Smetin, a tha, që këj klub, tha ka më boj shqiptarë, tha na kina me udhëheqit klub dhe tani, nëse ti largu, pa ata kanë vazhdu baja gjatë kanë luatë. Edhe parashikimi ju të doli sakt. O dashke pak mi odhona dhe vetë besim se ishin këta quna të rioni pasha, që janë quna shumë talentum. Dhe ke ditë periudën që ke kalu ti pej Kosovës jashtë me dalë, sa shtira. Edhe unë e di si lejtari i ri peripetit edhe ku i kom pas defektet edhe vetë, sepse ka njerë më hop të vetë besimi. Por i pajsha që këta janë talentat, Cori ka qenë talent i jashtëzakonshëm. Armendi ka qenë lejtar shumë, Armendi arë si reprezentus në Ukrainë. Ahmet Jonuzi këtu ka qenë lejtar me 16 vjetë, ka qenë Goldshenus, ka qenë super lejtar 16-17 vjetë. 18 vjetë e transferoj menegjin në Ukrainë. Edhe ju jepsha pak vetë besim, me thonë drejten. Këtë pjesë, sepse nuk kalun periudhë të mirë. Aty kishte klubin një krizë, ndru sponsori, ashtu, nuk ishte një fillim, por e patëm një sezon shumë të mirë. Unë lëndohem gjysëm sezonit, Debatik Curi ishte lejtari kampionatit edhe me thonë drejtën është një që do të me thonë për opinionin. Tashti erdhe Armendi edhe çdo klub u ndru treneri pak lëvizën gjanat edhe tash ja zgatshim pak në shkrimin e dallkut, ja zgatshim pak nezit, do ishin me firmos Curin. Edhe Curi thej unë nuk firmosi, pa firmos edhe Armendi. Me thonë kjo ka qenë shumë e vërtet, kemi qenë shumë të lidhën. Na jemi edhe sot, po sot pak ma lekësht, por atëherë kemi qenë shumë të lidhën. Edhe kjo është e vërteta, pastaj Armendi edhe Debatiku e kanë bo edhe Ahmet Jonuzi e kanë bo historinë aty në atë klub. Po janë meritat shumë të mojat Nezmedin Azhius. Kjo është e vërteta. Pastaj kthimi në Kosovë dhe vitet e fundit karrierës. Nesër në të moj me flamurtar me një loj me Besionën ish për mbjetesë, edhe bëhet një faull nga zonës, edhe këtë Ismete e jep gol, Ismete është shumë ofër 16, dhe këtë të pritë që veçën mi muri, ti më shuve më portjerë dhe topi këthyve, pe topi të këthyve pa t'jep gol, dikush pa ta... Ekrem Roma. Edhe pështon flamurtari, dhe më dhonë, Këto zgjatë ke kampionati ma shumë, edhe në sajre krysha jashtë, kur vishat e shpia, lysha për flamurtarin. Apo kuptan? Edhe takoj ishim me Agimin, Agimi ishte trener në atë ko, Agim Asoni. Edhe... Let kam vind. A? Pak, let kam vind, edhe si ja, kem punë të mirë. One i ngotësha dhe isha të këshyri, kush për ne e pare, anena. Agimi ka marak me shona, shoj ke ka fakat. Agimi ka marak me shona. Edhe e don klubin shumë, edhe jo moshim pak syt me lëdhi, kajte vazhda me neve, se kështu anena atë shomën e vetë. Edhe luishim aty, po kemi kalu shumë mirë. Kemi kalu shumë mirë gjithmonë, dhe me thonë. Pa ta lujt pak edhe në Kosovë-Prishtinës, edhe aty mbjetoj me 8 pikë.
në Vllaznim edhe në Trepç, pastaj në Trepç që përfundoi karrierën. Vllaznimi ka pas një ekip shumë të mirë. Kemi pas një ekip shumë afër ka afro titullit. Për një pikë. Kemi pas një ekip shumë të mirë, mbijetojmë. Tifozëria jashtëzakonshme. Po. Në Gjakova ka shumë traditë dhe Vllaznimi është super klub. Shpresojmë që tash janë organizuar mirë dhe stadiumi po bëhet, do të bëhet një ambient fantastik në Gjakovë. Trener masi vendose mu pensionu je morë një kohë edhe si menaxher i futbollistëve. Bile qatë kohën e shkurt që ke punu, ke pas drejt edhe me për emra shumë të njohur si Ludovic Zhullu. Zhulli i Francës. I Francës me diskutu me emra. Po, filloj mu investu do me thonë në Rusi jashtëzakonisht shumë kur shkun këto yjet Samuel Eto'o e këto. Po, Anzhi që në Anzhi ma shkalla, pikërisht në Anzhi e kemi pas ka qeni Shokioni që ka punu aty në klub, edhe dëjke vetëm emën, nuk e interesej ke pozicioni, ose aj vetëm dëjke një emën. Edhe, unë isha në kontakt me Ylli Kullashin, njihemi ko gjamat, edhe diskutojshim gjithmonë, jemi shkru, kemi pas komunikim, edhe unë e disha që qëndron shumë mirë Ylli si agenti futbollistëve, edhe me Yllin, me thonë, ka qenë pyetje Adebayor me shku në Anzhi edhe Ludovic Zhulli. Po kur shkoj Adebayori në Real Madrid ma bëjshin ata të Anzhi të ishin edhe na me Realin po shtyju ma veç. Po na mu Reali për pak. Për pak tha shkoj në Real, apo kupton bëjshin ai gore. Edhe Zhulli nuk e di ku pas shku, atëherë më dokën Turqi më zgabofsha, nuk e di me thon drejtën. Edhe kështu ka qenë, ne kemi transferu lojtar, kemi punu atje, do me thonë, ne kemi shit në Azerbejgjan, kanë qenë Mensur Limoni, Mensur Limoni ne kemi transferu në Azerbejgjan, një lojtar sloven, në Ukrainë, gjithmonë kemi punu, do me thonë, nuk kemi punu jashtëzakonisht mirë. Karrierën si trajner e ke nisë te Kosova e Vushtrisë. Nesin ke punu në Trepç të thënon pak si ndims, pastaj drejtor sportiv shkon te Vushtria, trajner, mbijetesa, titulli kampion. Vushtria vazhdon me pas veç këtë titull kampionit, si vjetë klubeve që organizu edhe po shihet që ka interes më këthy edhe në Super League. Qa të thotë këtë qytet për ty edhe a ke prit që keme pas këtë sukses atje? Nuk e kom prit që keme pas këtë sukses, me thonë drejten, Nikoj Shi edhe një shok i fëminisë se pa të ble fabrikën e Lamkosit, e mura dhe klubin, më thiri me një mu, unë e isha ndimës në Trepçën 89, të Rafet Prekazi, aty fillova me punu edhe, a i do me thonë, me kap me organizu krejt, na e la klubin dorë, do me thonë, mu edhe Labinot Demi ka qenë. Edhe, na e organizum klubin, trener ka qenë Besnik Kollari, futemi në Super League, pastaj Besniku, deshti me pushu vetë dhe dorheqje, erdhë Luan Prekazi, vazhdum, por klubi ishte në konsolidim e sipër, sepse na e regullum ekipën deri te sulmi, me thonë drejtën te sulmi, na thanë sistem angles, ta nuk ka budget ma shumë se na i shumë suhe. Na i hargjum parët e mbrojtjat e me spusha, hop me marë sënus, ta nuk ka më budget, po kush me ep gol. Edhe vitin e parë patëm probleme në Super League. Pastaj ka qenë jeton Sadiku, dhe me thonë, edhe Labinot Demi, ka thonë, dush më bo trener, pastaj mbjetum në vitin e Me një lojnë Gjilan, me Deçanin. Me një lojnë Gjilan, ka qenë triller, me Deçanin, Milot Rashica, Valdrin Rashica asistojnë, një gol e Epsemir Zeneli, një bashkim shale a golin e fitores. Me një gabim e pranë një golën. Po, e bojmë një gabim, se bjen shi. Portieri shumë shi. Edhe ju thëmë parandeshë dhe më se këtheni topin të portieri, por gabojnë, do me thonë, sepse ishte shi, nalet topi e shfridzon gol, atë dhe gashin e pa dhon gol për Deçanin. Deçani ka pas super ekip atë. Edhe fitojmë aty me praktikisht me 2-3 transferime. Dështë regullohet ekipi. Regullohet ekipi edhe vitin tjetër shpallemi kampion me plot merit. Edhe Vushtria, unë kom kalu i jashtëzakonisht mirë, Vushtria është qytet i futbollit, mu më vjen mirë që është organizu klubi shumë mirë, edhe me thonë drejten Vushtria
vllaznimi edhe liria Prizrenit mu kthy në Super League na do të kemi jo vetëm kualitet, jashtëzakonisht shikueshmëri, do të bëhet edhe liga do të kalon në nivel tjetër. Trener mas vështërës, ke punu edhe në klube tjera, si Ajvalia, Drita, Ballkani, Prishtina, Gjilani, ku të ka met dikon pikë që se ke fitu titullin ose kupën e Kosovës. Edhe pse e ofru shumë. E ofru, po, sidomos me Ballkanin, e kon shumë ofër. Qere tash, deshtëm me Ballkanin, unë kom bo revolucion futboll të Kosovës. Nuk kam pon Kosova si futbolli ma herët duke u lujt. E vërtet futboll shumë dominus. Me thonë futboll me krejt tiparet modern, si me pressing, si me posedim topit, si me akcione, me gjitha dhe është turp për shoqërinë e Kosovës që Ballkani së dal kampion. Lej i smetin ti. Me gjitha të bukuria. Dhe ju kom pas tonë që Ballkani është i projektum për autostradë. Ballkani o Ferrari. Këta që ishin traktorat në Evropë. Një zgjira në shpe, apo kuptan. E kur dul Ballkani në Evropë, pastaj me një super trener, si që ka qeni Lirdoja, i boni ato rezultatet fantastike që ju kom pas tonë fillimone. Se futbolli, nivellet e futbollit janë se sa e duron ti tempon e nalt, edhe sa lun ti tempat nalt futboll. Edhe Ballkani ishte i gatshëm për këtë sfidë evropiane. Nuk ka ndodhur rasisht. Bile ti kish pas kushtet më të mira, qendrën stërvitore, ti kish pas kushtet e regjenerimit më të mira, ndoshta kish shku edhe më larg, por gjithsesi kam bërë historinë. Me Ballkanin, me thon drejtën, edhe që nuk kam pas vazhdimsi me Gjilanin, sepse deri në fund luftojnë për titull. Deri në fund luftojnë për titull me një super ekip si që është Ballkani, plus Ballkani me ndon ndihma të vogla për anash nër tavolin, mi tavolin, në tavolin, apo kupton? Edhe ajo loja ju pat. Edhe ta shpeshojnë Gjilan që Ismet Munishi o konë super trener. Sa atër menojshin që unë e bona maksimumin me skuadrën temë. Edhe me shumë ofër i konë 2 pikë, 3 pikë. Shumë ofër i konë, na e patë mujtë Ballkanin në Suarek, dollëm kampion vjeshtor. Edhe po të kish vazhdua e vazhdimsi, vitin tjetër u bëj ke Gjilani kampion. Por ndryshun senet nuk na durun edhe vjen keq të Prishtina. Unë e kom pas ekipin më të mirë se që e ka sot Prishtina. Me gjitha ato probleme, jem shku të Prishtina për me shpëtu klubin nga bankroti, nuk kemi këshyr, kemi punu ditë edhe natë aty me drejtorin, me Artan Osmanin, me Kushtrim Sopën, me Faton Zejnullan, drejton Krasniqi vonë ardhë. Edhe me Ramanin aty o këthy tifozeria, o mosh stadiumin, pranoj tifozeria shumë mirë, që jam falemderus kajt jetën, dhe me thonë që shumë ka prit Prishtina, edhe ka po ga dishmërin tem edhe pse jo marte, se zakonisht të Prishtina në shku me marë kredit. Unë e më shku, kajt bago kreditin tem me shkri për Prishtina. Trener, e kena po milot rashticën shumë të vogël të lu për ty, dhe me thonë, kur në atë ko u kone pabesushme një 5-16 vjeqar me debutu me ekipën e parë, mi matën stërvitje mas pare, e me thonë, po stërvit një 15 vjeqar me ekipën e parë, le ma me lu. Po pastaj edhe Arbër Hoxha me Lindako e ka pat formën maksimale me ty gjitha ato golla. Që që full me shumë dashni për këta, po cili është ma i veçantë për ty, ose për se cilin ka një veti interesant. Për këtyne 3 lejtarëve që realisht për futbollit tonë janë të bërë karrierë shumë të mirë jashtë Kosovë. Krejt janë fantastik, Miloti ka qenë super lejtar. Edhe kom ditë që kam imrim majat e futbollit me parametrat që i ka pas. Edhe unë veç që kom thonë ato që i takon. Edhe në këtë aspekt, mu më vjen shumë mirë kur e shoh dikun e identifikoj një talent, por më ka një mu kjo pjesa që kom punu si agenti futboliste. Dhe më thonë, scoutingun nuk ga bëj të lejtartë. Të lejtartë e ria të gjithë, unë e di qa duhet, di qa lypi. Merlin Daku, super lejtar. Super lejtar edhe është të bo një sezon shumë mirë, është një kampionat i fort në Rusi. Arbër Hoxha pashtu. Tash ka pak po lunë, s'po lunë për i vjerani. E si vjetë që Dinamo nështë me mirë një historime, ne lezë indeks pikërën, me kualitetin që e ka, për konsiderojnë një edhe po të regon edhe ligë kampiona, 7 piki ka marrë në edhe me buzgjet. Edhe me buzgjet, lejtarë që i ka ofru.
Baturina, Pjaça, do me thonë e kanë një super ekip. Është e vërtet që Edhe Dinamo me është më e pjesë e fortë, Dinamos- po. Me kësaj Dinamoje që në Ligë Kampiona është i sfidut mllojat edhe po lumë për pozitat e larta është shumë interesant. Është meritë e tina, jashtëzakonisht. Është meritë e tina, është meritë edhe menaxherit vet Besar Telshonit, por edhe arbri ka punu jashtëzakonisht shumë edhe unë nashta e kam edhe një dobësi se lidhna pak edhe emocionalisht me këta futbollistat që i kam sidomos këta lojtarë të ri sepse i jap mbështetje të pa rezervë. Edhe nuk isha mujt me veçu asnjëon. Ja. E na njo atë kam i të peng, na njo për i lejtarëve që e ke pos trener që s'ka mujt me bu këtë hapin e madh. Blendi Baftio. Blendi. Na njo tjetër, se Blendi Baftio edhe akoma nuk është Nuk është vonë, po akoma nuk është. Unë e patam tentu që tash po Blendi nuk pranoj se tentova me lidhet e mia me çun në Ukrainë. Hezitoj. O të pak. Jo, po hezitoj. Nuk është se me këta lejtarë që në Ukrainë po thonë s'ka kur gjë. jo, mara Ukraina është e madhe, Po. domethënë. Ukraina është shumë e madhe, domethënë edhe në pjesë të kufive ku bëhet luftë nuk vrehet nuk ki kur farë. Po. Atje po luhet kampionatin Po dhe normal. po luhet jetohet normal. Unë kom fol me këta dy që në pjesë e Kosovës, ta normal ta asë që vret, që ka luftë. Edhe nuk jam dorëzu për Blendin akoma. Pavarësisht se Blendi ka qenë manal se gjithë këta lojtarë që i përmen. Realisht qatë sezonin që ka. Edhe Blendi i pat rastet për moshit, po ishte Covidi, ndodheshin komplikimet, njerëzit nuk më ishin me udhëtu, apo kupton, po Blendi Baftio është i njesta i futbollit Kosovës. Ne pat një kështu një romi emocional, pak. Është e vërtet edhe masanina unë dola prej Ballkanit, nuk pat mu afër. Do të më thonë edhe këtë pjesë. Unë Blendit i kom nejt shumë afër. Edhe pas kësaj pjese se na patu menu që jo shit, na numrin 10 ja dham gripshit e Ballkani, apo kupton, na e llogarit shumë punë të kryme. Po më, do me thonë, ku ja kësha prek numrin Blendu me pas ditë që nuk shkon, nuk transferohet, na e dishim që është punë krejt e kryme. Edhe masanena i ndodhi edhe fatkeqësia dytë që më largun mu pej Ballkanit, Blendit. Jo vetëm që nuk është shit, edhe lujti pastaj e kështu, por tashti trenera tjerë, ndoshta unë e një ma mirë sa ata Blendin edhe di ma ndryshe edhe por nuk jem dërzu akoma me Blendin, nuk jem dërzu. Trener për shumë edhe tashte Dugagjini që për jap hapsin lejtarëve të ri, si që janë Ekoran Berisha, Erlis Gjemojle, disa tjerë. A e kam potencialin e duhur edhe përveç ty në futbolista që i kite Dugagjini. Cilë futbolist të ri tjerë të ekipëve të Superligës i shet që mujnë me pos karrierë të pasur në Evropë. Se po besoj që momentalisht sidomos këtë sezon ka shumë talent, ka shumë futbolist që mujna mi po në... Edhe liga është shumë e fortë. Liga është shumë e fortë si vjetë. Liga është domethënë të mund gjithë krejt të balancume edhe... Përveç hiç Ferroniklin që i ka, edhe humbjet që i ka bo, u duft me punu shumë për me mujtë Ferroniklin, edhe pse ka pik në ashtas real i paraqitjes së në fushë, ka ekip mirë. Liga është shumë e balancume si vjetë, domethënë me 3 pikë i nalt, me 3 pikë me një humbje i poshtë, domethënë është ligë shumë e fortë si vjetë. Lejtarët që i kom taku aty, domethënë Hekuran Berisha është Dardan Morina me sfushori që ka parametra fantastike, Erlis Gjemojli që e kom marrë prej Gjilanit. Janë lejtarë fantastik, edhe lirisht muj me thonë që kanë me mëri sigur këta djemët që i kom pas. Pe ekipëve tjera Superligës. Pe ekipëve tjera normalisht është Elvir Gashjani super lejtar, është mbrojtësi Majti Gjilanit që e kanë marrë prej Dritës. Super lejtar, është Hazrolaj është Bruti, është Velio. Malisheva i ka këtë treshën. Malisheva është pastaj të lapit Djar Vokrin, mbrojtësi djatë. Super lejtar. Edhe kemi Gallapeni për na pëlqen shumë. Gallapeni, Galla është super lejtar. Galla e ka stilin si do bekat majtë të prestacionit Skocis. I fuqishëm krozin e ashpër. Kërkus. Prishtina ka bo një bazë fantastike të lejtarëve të ri.
aty edhe Ardi Ajdini edhe ky Raçi, Po. është edhe Rashi. edhe në mesfush edhe në sulm, do me thonë, Saliu. po Saliu, pastaj është Vitia, apo kupton, edhe Prishtina e ka bo një bazë fantastike të lojtarëve të ri, që këta lojtarë për shembull, unë mendoj që vitin tjetër Prishtina do të jetë shumë kandidat serioz për titull, me këta lojtarë që do të bojnë një përvojë shumë të mirë këtë vit. Edhe besoj që për i gjitha klubeve, Malisheva dhe Prishtina kanë bo punën më të mirë në saj për këtë talentave të ri. Malisheva si ka nënë shpresë, sepse i ka marrë. Prishtinës unë besoj që këtë vit, vitin tjetër do të vinë jashtëzakonisht shpreh, Gallopeni, këta që i përmenëm, Ardi Ajdini, Raçi, kanë marrë lojtar fantastik. Trajner për mbyll, ti ke qenë pjesë e Kosovës, e reprezentacionit edhe në kohë të shtira po edhe në liri. Dhe me thonë, në dy periuda këtë ndryshme. E dim atë historinë me që e shkon të bim parandeshës me katesha dhe me kravat, realisht një kohë shumë e vështirë kom para luftës me përgjatë së kom Bilbil Sokoli, po dhe pas luftës në liri që le zhvillon një super ndeshje me Shqipni këto, ndoshta 40.000 shikues janë konë vesaj. Dy herë kemi ndru, mas pari dëshirojmë profës shërim shpejt, sepse ka bo një intervenim në shtëpinë, edhe profa ka dhonë kontribut jashtëzakonshëm Bilbil Sokoli në futboll të Kosovës. E kemi pas selektor edhe në kupim, na bën të bimin edhe nis në medalë, thot nona dhe e din në reprezentacion, dhe ku për shkon, thash reprezentacion, ja tha nuk shkohet në reprezentacion të Kosovës pa kravatë. Ramet i pas shpirti, nonës edhe me ep kravatën. Edhe shkojna në reprezentacion vetëm unë edhe Bilbyli me kravata. Edhe profës i bojmë për shtypje këto gjona, edhe i ndrojmë kravatat me profën. Thash prof, thash edhe kur çlirohem, thash, kur të lym lojën, thash kena mi ndru. Pastaj edhe para kësaj ndeshjes me Shqipnin, prap i ndrum kravatat me profën edhe ka qenë jashtëzakonisht emocionale. Pjesa e jonë e lidhën me kombin, me shlirimin, me futbollin, me talentin, me mos dorëzimin. Gjenerata jonë ju konë shumë të fortë, na nuk kemi dorëzu kur. Edhe kjo na ka bërë gjithëve neve më të fortë. Me thonë, kjo pjesë na ka bërë gjithëve neve më të fortë shumë. Trener, ndajtëm shumë kujtime dhe pjesë. Edhe një. Qatë lujen që luet që hupni 1-0 me një autogol, në zgabosha. Qyshe e ke përjetu atë loj, se realisht që shta stadium ju kom plot, u kon një pritje dhe Shqipnia ardhë me lu shumë e gatshme, me superyje ka pas në atë kohë, më starojmë, po dhe ekipi unë, u kom bajagi i konsolidu me shumë emra të fort, edhe nështë ta Shqipnia u habit qëfar kvaliteti kina pas na. S'na kam bo qaq, po Ahmet Beselica në port. Faruk Statovci Arsima Bazin qender, Sunaj Keqi ka qenë, Mehmet Dragusha, One Besnikolari, në mesfushë dhe Lumnica, Lumnica, Gjevdet Lumnica, super lejtar. Në Solm ka qenë Kozniko e Patlon ndeshën, aty Zenon Selimi. Kemi pas skuadër fantastike. Edhe kemi bo një super ndeshje, kemi zhvillu. Muj me thonë që në minutat vazhdim na e morëm një karton edhe sepse me raste na ishim më të mirë se Shqipnia. Me raste ishim Faruki Bilener, desh ma myti i glitare. Ajnjeri lujke në Lazio. Kom pas shumë emocione në atë loj. Kom pas shumë emocione, sidomos kur jemi dalë në fush. Sepse gjithë të lujt jashtë, edhe gjithmonë si andër, si synim, sidomos ato viti kur kom lujt jashtë, kur kemi qenë të okupum, e kom pas si një andër me lujt në stadion të Prishtinës edhe me lujt për kombëtarën. Edhe me qenë dhe me thonë natë të lirë. Kur e kom pas stadiumin, ka që nuk muj mi përshkru ato emocione, dhe me thonë, kur të realizohet andra. Se unë aty e kom përjetu shlirimin e Kosovës, natë ndeshje. Ka qenë fantastike. Trener, faleminderit shumë që i ndajte gjithë këto kujtime dhe gjithë këto pjesë që për shumë shikues nuk janë kontinuara.
Shumë faleminderit që ke qenë pjesë e podcastit Arena Jo. Është kënaqësi edhe sidomos për Telegrafin, po special për juve vllaznit Pireva që me vite keni dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në sportin gazetarin kosovar. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, pa harruar të përmendim edhe herë sponsorët tanë Lashko, Patos, Pro Transport dhe Dentfix. Shihemi në të shtunën e ardhshme. Faleminderit.